një koalicion qeverisë, si bie që edhe çështja për presidentin do të vazhdojmë një ushtrues detyre e që na qenë më pas në zgjedhje të tjera, ai bie kështu? Teknikisht po. Dhe pra i bie që do duhet kishte një koalicion qeverisës, e cila do të zgjidhte në bako çështjen e kuvendit qeverisë dhe president apo presidentës. Natyrisht se po, dhe thash edhe në fillim të emisionit, uroj shumë dhe shpresoj që kjo marrëveshje të arrihet dhe vendi mos të ketë më zgjedhje të reja. Për sa janë nivelet e optimizmit, zotri Kërçeli? Unë besoj shumë që do arrihet një marrëveshje. Besoj shumë dhe jam optimist se kjo marrëveshje do arrihet sepse duhet të reflektojmë ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës, edhe mendoj se është momenti tani pasi që në një kohë shumë të shkurtër kishim 2 procese zgjedhore dhe rezultati nuk është se dallon shumë. Mendoj se kjo tashmë ka jep një përgjigje se është mirë që institucionet të themelohen sa më parë sepse qytetarët po e shohin të njëjtin rast si në zgjedhjet e dhjetorit.